بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندروم ذا الأفدروم الله للأرسور ashtu si që meriton ai Gjelle Gjelalu. Selamet ja dërgoj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersën e 30 me radhë nga tefsiri i Kuranit famlart, e që neve me lejen e Zotit do vazhdojmë edhe sot me shpjegimin e 3 ajeteve të tjera. Në ajetet paraprake neve i shpjeguam se si Allahu Gjelle wa Ala filloi t'ja shpjegoi Banu Israilve nimetet dhe mirësitë të cilat ja u ka dhënë, e prej nimeteve ka qenë shpëtimi nga Faraoni alayhi la'natullah dhe dalja prej detit, ashtu siç i premtoi Zoti Gjelle Gjelalu Musës që do ta shpëtoi nga zullumi dhe padrejtësia e Faraonit alayhi la'natullah. Kur kaluan detin dhe u drejtuan për tek vendi tjetër që të madhnojnë Allahun e lartësuar, Allahu i lartësuar i tregoi Musës alayhi salam që prej mirësive tjera që do ja jap juve dhe që Allah pastaj ju drejtohet ben Israilëve në Medinë, se këto ajete në Kur'anit famlart, prej nimeteve dhe mirësive tjera është që Allahu pastaj ja dha juve librin, Tevratin, ashtu siç thotë në ajetet në vazhdim, wa idh wa'adna Musa 40 lejle. Allah i lartësuar thot, pasi që dolën ben Israil, më thonë deti dhe shpëtuan, Allahu i tha Musës që i premtuan, thot Allahu Musaj, që do ta dham Tevratin dhe do ta shpall me librin pas 40 ditëve, domethënë pas 40 ditëve. Dhe Musa alayhis salam u përgatit që të shkojë takohet me Zotin Gjelle wa Ala në Turi Sejna. Dhe e la si zëvendës të tij Harunin alayhis salam, vllaun e tij, e dha si zëvendës vllaun e tij Harunin. Mi po, para se me dal tek shpjegimi se si shkoi deri te Zoti Gjelle wa Ala në Turi Sejna dhe u taku me Zoti ja shpalli dhe i foli Musës, fjala Musa, çka do të thotë? Prej nga vjen fjala Musa në gjuhën arabe që Allah e ka shpall në Kur'anin famlart dhe e ka quajt Musa. Kur nana e Musës u friksu për djalin e saj që i mbytte Faraoni, e mur dhe e futi në një sunduk të drunit dhe e hudhin lumin Nil. E hudhin lumin Nil që do vjen edhe më vonë inshallah tregimi. Pastaj e barti uji dhe dërgoi një digë uji që shkonte në oborrin e Faraonit, e cili ishte një digë ujit që kishte pemë drunje. Dhe u nal aty. Gruaja Faraonit me punëtorët e saj që kishte e gjetën sundukin e drunit. Dhe është qujt Musa për arsye se është prej fjalë, është e përbërë prej 2 fjalëve, mu edhe sha. Për arsye se në gjuhën e vjetër egjiptiane mu i thojnë ujit, sha i thojnë drunit. Ka qenë njëri i përfshirë në dru, i lanë në sunduk të drunit, mbi uji. Dhe është qujtë mushanja, dhe më thonë njëri i cili është në sunduk të drunit, në uj, në nhije në drunjeve. Pra kjo është fjalë e vjetër egjiptiane. Pastaj Allah Azza wa Jalla quhet në Kur'an Musa, për shkak të mos me qenë e rënd në gjuhë të quhet Musha, po Musa është më lehtë në gjuhë i takhfifi, thonë gjuhën arabe për lehtësim të shqiptimit. Pra emri Musa është emër i vjetë i gjuhës egjiptiane, as nuk është emër arabisht, pas nuk është domethënë emër i gjuhës hebraike, por është gjuhës kopte ose egjiptase të vjetër, që do thotë ujë edhe dru, ujë edhe dru. Pra Musa alayhis salam, Allah Azza wa Jalla i premtoi që do ta shpall Tevratin. Por çka dush mu përgatit për me shku te Zoti yt? Dhe i tha që dush më unis për Turi Sejna, sa aty do ta shpallë Tevratin ashtu siç kam fol herën e parë. Dhe e la me këmbës
Harunin dhe i tha ki kujdes, ndiqe rrugën e Zotit, friksoj Allahut, mos i devije popullin nga rruga ime, nga rruga e Zotit. Vllai vet, pejgamber Haruni alayhis salam. Dhe Musa unis, Allah i tha agjëro 30 ditë. Agjëro 30 ditë. Musa alayhis salam i agjëroi 30 ditë. Komplet muajin Dhul-Qa'da. Muajin Dhul-Qa'da që ne jemi, domethënë në prag të tij, pastaj vjen Dhul-Hijja haxhi. Komplet muajin Dhul-Qa'da 30 ditë e agjëroi Musa alayhis salam dhe pastaj tha që me shku dhe me folën e me Zotin Gjelle Gjelaluhu, duke më ardhë era gojës së agjëruesit, e zgjodhi një dru, ta bëj misfak dhe ta pastroj, të pastroj dhëmbët e tij, një dru me erë të bukur të mirë, ta pastroj gojën e tij, në mënyrë që takohet dhe flas me Zotin e tij. Edhe unë gut Musa alayhis salam, kur e mor lajmin nga ana Allah që unë do të flas në Turi Sejna dhe do ta shpallë Tevratin, Musa e la popullin e vet, edhe vrapoj për takimin me Zotin, atë që ishte i mallëngjyer të takohet dhe të flas me Zotin e tij Gjelle Gjelaluhu wa taqaddasat asma'u. Dhe pastaj Allahu Gjelle wa Ala i tha Musës, o Musa, çka çtyu tha me pastru tha gojen? A nuk e di të tha ti që era e gojës së agjëruesit tek unë është më e dashur se sa parfumi më i mirë i dunjas? Allahu Azza wa Jalla i thot Musa alayhis salam. Vazhdoi tha edhe 10 ditë agjërim. Vazhdoi edhe 10 ditë të tjera agjërim. I bëni 40 ditë dhe 40 natë Musa alayhis salam duke i bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala derisa t'ia shpall Tevratin, ku pastaj Zoti Gjelle Gjelaluhu i flet pastaj Musës alayhis salam dhe i thot që Samiriu e ka deviju popullin tënë. Samiriu e ka deviju popullin që e ke lënë mbrapa me Harunin alayhis salam. Sepse Allah thot thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Pas 40 ditë ju e adhuruat viçin prap. Antum zalimun, dhe jeni padrejtësi keni bë vetes tuaj. Pra kur shkoi Musa për 30 ditë dhe i tha popullit vet që mas 30 ditë do të kthehen prap, Allahu ja shtoi 10 ditë tjera si ibadet. Samiriu e shfryzoi rastin të devijojë nga rruga e Zotit. Gjithmonë në mesin e besimtarëve ka pas njerëz të devijuar, ka pas munafik dyftyrsha të cilët e kanë shfrytzuar rastin që t'i devijojnë njerëzit në moment që nuk gjendet një njeri i duhur në mesin e tyre, ose që e kanë pas në bizotrim ndaj popullit të thjeshtë. Samiriu ka qenë njeri i cili thuhet që ka qenë adhurimtar i lopës, e ka adhuru lopës, sikurse që sot janë, domethënë njerëz që adhurojnë hala ende lopë. Mirë po është fshehë në mesin e Bene Israelëve si besimtar, e ka faq islamin, e ka fshehë kufrin mosbesim, ka qenë munafik në mesin e tyre. Dhe kur e ka pa që Musën alayhis salam pe udhëheq dikush për me shkuar në Turi Sejna, e ka ditë që është Gjibrili alayhis salam. E ka ditë që është Gjibrili alayhis salam me kalin e tij, se në formën e njeriu ka shpesh Gjibrili alayhis salam. Dhe e ka pa që ka po hec, kali i Gjibrilit po del jetë, po dalin bin, po dalin. E ka ditë që është Gjibrili alayhis salam. E ka marrë një pjesë nga ajo dhe ku ka hec kali i Gjibrilit alayhis salam. Dhe Haruni ju thot Beni Israelve, thot, atë mallë që e keni marrë prej faraonit e keni haram me hangër. Nuk na lejohet që ta ngram, se s'ka qenë ndaluar në kohën e Musës që të ngrahen, që të hahet domethënë plashka e luftës. Ka thonë merrni edhe ndizni në zjarr dhe digjeni gjithë ato që e keni marrë nga pjesa e faraonit. Samiriu e shfryzon rastin dhe e merr ato që jep jetë prej Zotit xhallahu ala. Me lejen e Zotit kjo ka ndodhur. E hudh në zjarr ari që ka pas gjitha ato që ju ndjeg, edhe i thot me lejen e Zotit bëhën ijl, bëllë një veç i cili lëshon za, lehu khuar, ka pas një turi edhe ka lëshu za. Dhe i ka thonë, hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Allah subhanahu wa tregon surën Taha që do të vjen inshallah, kur të vjen koha. Ky ka thonë është Zoti juve dhe Zoti i Musës, po ka harru Musa, ka shku do të më taku me Zotin e tij, a Zotin e ka plan këtu. Ky vit që ka lëshu za, sepse kur ka hi era me një anë, ka lëshu za në anën tjetër, sikur se lloj fylli më thonë. Jënë mashtru një pjesë e Bene Israelve. Jënë mashtru
edhe e kanë adhuru viçin. Për këtë Allah Azza wa Jalla thotë: "Thumma taqaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Ju më njëherë thotë mos u largo Musa për juve. Që Allah deshti më ia mirësi dhe ju bëni mirësi, më ia dhon librin, më ia dhon Tevratin, ju adhurut viçin mas tij. Përveç Harunit dhe një pjesë e besimtarëve të sinqertë, të cilët u ruanin nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Kishin frikë nga dënimi i Zotit dhe çka ju tha Haruni? Fa qala Harun: "Ya qaum, inma futintum bih." Haruni bi thot Allah Azza wa Jalla ka thënë në Kur'an famlar. Mos bini sprovë e kësaj sprove që ju ka godit. Wa inna rabbukumur rahman, sepse Zoti ju është mëshiruesi, Allah subhanahu wa taala. Fattabi'uni wa ati'u amri. Pasoni mua dhe më ndëgjoni fjalët e mia dhe lanë Samiriyun, sepse ai është njëri devijum. Qalu lan nabraha alayhi aqifina hatta yarja ilayna Musa. Ka thonë jo, do të na kena më adhuruar derisa të kthehet Musa tek ne, derisa kthehet Musa. E Musa alayhis salam kishte shkuar te Zoti duke vrapu, duke ngut. Ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Allahu Jalla wa Ala i flet Musës dhe i thot: "Që ka shpejtove nga prej popullit tënd, ka shpejt erdhe o Mus." Çka thot Musa Allahut? Ka thonë o Zot, hum ulaika ala athari, ata janë gjurmëve të mia duke ardhur. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Thot unë guta me ardh tek ti që ti të jesh i kënaqur me mua, subhanallahu. Çfarë imani ka pas Musa alayhis salam. Atë shumë e ka dosh dinin e Zotit, atë shumë e ka dosh Zotin xhallahu. Ajiltu ilayka rabbi litarda. Kam shpëtuar tek ti, kam shpejtuar me ardh tek ti që ti të jesh i kënaqur. Mos folo diçka mangu nga dini jot, nga shpallja që ti më shpall mua. Ajiltu ilayka rabbi litarda, që ti të jesh i kënaqur me mua. Allahu Jalla wa Ala i thot popullin ton, fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-Samiri. I ka sprovu thot Samiriu dhe i ka deviju nga rruga ime. Kthehu thot te populli jot, sepse i ka deviju nga rruga ime Samiriu, një njeri devijuar që është në mesin e popullit, që gjithmonë ka të tillë që e shfrytëzoi në rastin e largimit nga skena të njerëzve të ditur, të njerëzve të hoxhallarëve, të urdhëruesve të mirë dhe ndaluesve nga e keqja, kur nuk ka urdhërues për të mirë dhe ndalues nga e keqja, gjithmonë dhe nga një Samiri, që të devijoj njerëzit nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Me fjalë mira, me fjalë buta, duke i deviju nga rruga e Zotit, sikurse Samiriu që ka deviju një pjesë të madhe të popullit të Bene Israelëve të Musës alayhi salam. Dhe pastaj Musa alayhi salam, Allah ja shpall Tevratin dhe kthehet, kur kthehet i sheh duke adhuru viçin dhe në vrikoset shumë sa që e ka për mjekre Harunin alayhi salam dhe për flok e ngresh zhak vllahun e tij, i gjun pllakat në të cilat Allah ja shpalli Tevratin, sa që shumë prej tyre u thyen ato pllaka, që Allah ja shpalli Tevratin kur e pa që i bëhet shirk Zotit xhalla xhelal. E pa që i bëhet shirk Zotit, e kapi vllahun e vet Harunin për flok edhe për mjekre. Sa që Haruni thot: "O vllai im, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Mos më ka pas për mjekra as për flok, sepse thot unë i kum këshillu si më kthin rrugën e drejtë, nuk është që si kum këshillu. Kom pas frikë që mos më thu i ke përça popullin, derisa të vish ti. Deri në atë mas Haruni alayhis salam ka qenë i butë me popullin e vet, sa që i ka pa duke i bë shirk Zotit do friksu se mos i thot Musa i ke përça njerëzit. Dhe sa fatkeqësisht sot musliman atë shumë janë të përçarë në mes veti, edhe janë të gjithë besimtarë, gjithë i bëjnë ibadet Allahut azza wa jalla. Edhe nuk i bëjnë shoq atij. Po për mesele dytësore, tretësore, katërtësore, prishin mes veti dhe kur ta shikojsh kush është përfituesi. Përfituesi është shejtani alayhi lanatullah. Është armiku Allahut azza wa jalla dhe armiqti i Islamit. Dhe pastaj e urdhëroi që të digjet ai veç dhe gjithë ato që i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe Harunin alayhis salam e këshilloi prap, i mor ato pllakat që Allah azza wa jalla ja shpalli Tevratin dhe ju kthye Samiriut, që do të vjen edhe në surën Taha, mëgjërësisht, tha ti tha pse i devijojnë njerëzit nga rruga e Zotit. Tha largohu, edhe Allah ka me të sprovu tha ty Samiriut, që nuk kimi afru diçka vetë se kimi usmu. Çdo gjë që të preksh me dorë kimi usmu. Çdo gjë që të prek ty kimi usmu dhe kimi ndjerë dhimbje. Për këtë shkak që ja ke shkaktu njerëzve dhe i ke deviju nga rruga e Zotit xhalla xhelalu.
e që do të vjen mëgjërësisht inshallah në surat tjera, rasti Samiriu që ka për ulemat islamit që thonë kjo është vetë dëgjalli, kjo është vetë dëgjalli që do të vjen në akhiru zaman për Samiriu. Mirë po Allah alem është sahih apo jo. Mirë po çka do të thotë me pas një njeri të devijojë në mesin e popullit, i cili me fjalë të buta mundohet që të devijojë nga rruga e Zotit, në mesin e të cilëve ndoshta mungon nganjëherë hoxha, mungon dietari, mungon referenca e duhur e Islamit. Mungon referenca e duhur e Islamit. Pastaj Allahu jalla sha'nuhu çka thot? Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Allahu jalla wa ala na tregon dhe thot thumma afawna ankum, ja u falëm juve. Ja u falëm prap gabimin. Al-afu në gjuhën arabe kur vjen është prej emrave të Allahut, al-afu, falësi. Allahu kur e përmend afun, faljen, që ne e përmendim si falje e përkthejmë, kjo ndodh, mundet me ndodh që Allahu me të fal para se me të dënu, po al-afu vjen gjithashtu të fal pasi që të ka dënu. E që në këtë rast i ka dënu bene Israel si që dhe shohim në desën e radhës. I ka dënu pastaj u ka fal. Por al-afu, falja në këtë ajet dhe në shumë ajete që janë Allahu afuun, ghafur, ose duat që i bajnë anë Allahume inneke afuun, të i falës, tuhibbul afwa, e don falën, fa'fu anni, falë mua, ki afu, falje, ka mundësi me ndodhë, para se me të dënu, po ka mundësi me ndodhë mas dënimit. A ghufran, ghafur, prej emrat Allah të është ghafur, kur Allah zë gjellë lutë mina, Allahume gfirli, falë mua, që prapë e përkthejmë falje, ghufrani nuk ndodh me dënu Allah azza wa jall. Ja falë edhe nuk e dënu. Kur Allah azza wa jall e bën maghfiret dikon që ne e thojmë, kjo do të thotë që me fal pa dënu fare hiç. E këtu po thotë Allah azza wa jall, thumma afawna ankum, ja u falëm juve, min ba'di dhalike, pasi që ju e adhuruat viçit, pasi që u penduat që ne do shohim në dersën e radhës se si Allah azza wa jall i ka dënu dhe ja ka pranuar pastaj pendimin, la'allakum tashkurun, ndoshta jeni falendërues ndaj Allahut për këtë mirësi që ju ka dhënë edhe për faljen që ju ka dhënë ju. Ulema Islamit me qëllim e ka marrë dhe tefsirin Imam Kurtubiut në vetë në mënyrë që ta shikojmë se si ai ka pru fjalë të mëdha të ulemave të Islamit. Çka do të thotë fjala shukr, falënderim? Çka do të thotë fjala shukr? Falënderim. La'allakum tashkurun, thot Allah. Ndoshta jeni falënderues. Ndoshta jeni falënderues për mirësitë që ju ka dhënë Zoti. Thot Sahl ibn Abdillah at-Tusturi rahimahullah, një prej dietarëve asket të mëdha të Islamit, thot e shukru, falënderimi thot është el-ijtihadu fi badli at-ta'ati ma'a al-ijtinabi lil-ma'siyati fi as-sirri wal-'alaniyah. Falënderim thot ndaj Zotit do të thot përpjekja maksimale në bindje ndaj Zotit dhe largimi nga të gjitha ato që Zoti i ka ndalu, es-sirru wal-'alaniyah. Qoftë ajo fshehurazi, qoftë haptazi. Kjo ka thonë është falënderimi që duhet më ia bëj Zoti. Pra mi kriju obligimet, me u ndalu nga ndalesat, qoftë fshehurazi, qoftë haptazi. Kjo ka thonë është falënderimi. Dërsa një grup tjetër i ulemave thojnë, الشكر هو الاعتراف في التقصير الشكر للمنعم. Thot me pranue në veten tonë, në zemrën tonë, ato që është që kem mangësi të mëdhaja, kem lang mangu shumë karshia ti që na ka dhënë mirësi, Allahu ta zgjidh. Shumë kem mangu na në falënderim ndaj Zotit për ato që na i ka dhënë. Dhe thot, e marrin si argument fjalën e Allahut, ku thot i'malu ala Daudi shukra. Allah azza wa jall çka i thot Davudit alayhis salam dhe familjes së tij, bëni falënderim shumë o familja e Davudit. Bëni falënderim, falënderoni Allahun për mirësitë që ju ka dhënë. E Davudi alayhis salam i thot Allahut, thot kayfa ashkuruka ya Rabb. O Zot, si me të falënderu ty, thot wa shukru ni'matun mink. Kur vetë falënderimi është nimet mirësi prej teje. Si me të falënderu ty, kur vetë Allahu që ta mundësën me falënderu atë, është mirësi në veti. Atër Allah azza wa jall i thot, qale al-ana qad araftani wa shakartani. Tash thot haneze pas ke marrë vesh. Edhe më ke falënderu, edhe më ke njoft, thot Allah azza wa jall. Kur e din ti që
edhe vetë mirësia, edhe vetë falenderimi për mirësinë që ta kom dhënë ty, është vetë mirësinë e vete. Për këtë arsye, Allah Azza wa Jall më na i mundsu neve me falendëru ata është mirësinë vetë. Është mirësi dhe nimet në vetë që na i ka dhënë Allahu Xhalla wa Ala, që nuk matet me asgjë. Pastaj thuhet se Musa alayhis salam ka thonë dashur vëllezër, që ka thonë Allah Azza wa Jall, qala ya Rabb, kayfa ashkuruk? Si me të falendëru ty o Zot? Walaka fi kulli sha'ratin min badani ni'matan. Si me të falendëru thot ty kur për çdo çime në trupin tim i ka dy mirësi. Çdo çime thot në trupin tim Musa alayhis salam, vetë çimja i ka dy mirësi. Thot si ka dy mirësi? Thot mirësia e parë është që rranjen e çimës thot e ke bë të butë, edhe nëse marrë me vesh hiç, edhe kokën e saj e ke bë të padukshme për neve, që është mirësinë e vetë gjithashtu. Se ashtu, që po të kishte rënja e flokut, t'ishte e fort, kish me na grith neve mrana në trup. Kish me na bo që vetë që të populli. Po dhe koka e saj t'ishte aq e fort, sa gjilpara për shembull, kur t'ish dalë për i trupi që ne hiç se marrëm vesh, do të na të shponte edhe do të ndim për dhim të madhen te. Thot vetëm një kime në trupin tem i ka dy mirësi, si me të falendëru ty për mirësi tjera. I thot Musa alayhis salam Allah Azza wa Jall, pastaj Allah thot faqala Allah, amma qad arafta dhalik faqad shakartani. Nëse ke marrë vesh këtë çështje pra, faqad shakartani. Tash më ke falendëru. E ke marrë vesh që kur hiç mundesh më dalë hapësh ti, absolut. Ne Allah Azza wa Jall më inan sejdë dashur vëllezër. Tash më ron sejdë deri në kiamet të bëhet kiamet. Mos më çuditni çfarë i sejdës, nuk mundna më dalë hapësh Allah për falënderim të mirësi që na ka dhënë. Për këtë edhe Musa alayhis salam i ka thonë, se unë me të falendëru për çdo kime që kem trup i kem dy mirësi, e lëro më tjerat. Për këtë Allah thot në Kur'anin famullar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Me anis ju më numruni mjetet në mirësitë e Allahut, nuk keni me gjetë numër për me numru ato. Pastaj dashur vëllezër, thot një dietar tjetër për mirësinë, thot Gjunejdi rahimahullah ta'ala ka qenë prej asketëve të mëdhaj të Islamit, thot e shukru al-ajzu ani shukr. E jep një definicion interesant. Falënderimi thot është al-ajzu ani shukr, mos me pas mundësi me falënderim. S'ki mundësi ti me arrit falënderimin ndaj Allahut. Këtë dush me e kuptu. Al-ajzu ani shukr. Sa dush me falëndëru, prap kemi lënë mungu diçka. Kur e kuptojmë na këtë, thot atëherë e ka arrit ato që e ke kuptu që Allah Azza wa Jall, sa do që ne e falenderojmë prap, aje meriton hala më shumë. Pastaj thot vetë ky Al-Gjunejdi rahimahullah, thot kam qenë fëmijë duke luajtur në moshën 7 vjeçare dhe ka qenë Imam Sukti rahimahullah me talebet e tij, me nxënësat e tij, duke folur për shukrin, për falenderimin. Thot edhe unë isha duke luajtur thot si fëmijë dhe faqale li thot më ka thonë mua, thot o djalosh, ja gulam, ma ash-shukr? Ti thot me të pyet ti Gjunejdit, pastaj që është bapi ulemave të dhaj dhe asket të dhaj të Islamit, ti thot, a e din çka është falënderimi ndaj Zotit? Çka është shukri? Dhe qal alla yu'sa Allah bi ni'amihi. Pastaj kur u rrit ky ka thonë, mos më i bë Allahut gjuna me mirësitë që ti ka dhënë, kjo është falënderim ndaj Allahut. Po mos më i bë Allahut mëkat me mirësitë që na i ka dhënë, është falënderim. Allah ta ka dhënë syrin, mos më i bë mëkat me ta. Allah na i ka dhënë durët, vesht, këmbët, gjitha mirësitë e trupit. Na i ka dhënë pasurinë, na i ka dhënë shëndetin, mos më i bë gjuna Allahut me mirësitë që na i ka dhënë. Ky ka thonë është falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe sa një prej ulemave të tjerë thot wa qala Shibli rahimahullah, ash-shukru, falënderimi apo shukri thot at-tawadu wal muhafadhatu ala al-hasanat. Do të është modestia dhe rujtja e veprave të mira dhe vazhdimësia në vepra të mira, wal mukhalafatu ash-shahawat, edhe mos më i bëhet Allahut azza wa jall gjunah dhe më urujt nga epshet, wa badhli at-ta'ati wal muraqabatu al-jabbari al-ardi was-samawat. Thot edhe me dhon mundin maksimal në devotshmëri dhe në bindje ndaj Allahut, dhe duhet me e ditë që Allahu
ai I cili është Zoti I qiejve dhe I tokës na shikon në çdo moment. Na vrojton në çdo moment, ky thot është falënderim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj dashur vëllezër besimtar, shikoni Allah azza wa jall ju thot bani Israilve thumma afaun ankum, ja u falëm juve gabimin që e bënët, adhurimit që e bënët viçit dhe e bënët shirk Zotit xhalla wa ala, min ba'di dhalike, pasi që shkoi Musa me fol me Zotin e tij dhe për t'ia dhënë Tevratin, la'allakum tashkurun, që të bëheni falënderues ndaj Allahut azza wa jall. Edhe pse kurrë nuk mundi me falënderu Allahun ashtu siç duhet. Po më bë falënderues për mirësitë që ja ka dhënë librin, e prej mirësive të Zotit thot Allahu azza wa jall, wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun. Po t'ia kena zbrit Musa alayhis salam al-kitab, librin Tevratin, wal-furqan, që është dallues në kohën e juve mes rrugës së Musës dhe rrugës së Zotit dhe rrugës së devijuar të faraonit, la'allakum tahtadun, ju që të udhëzoheni dhe ta gjejni rrugën e drejtë, ta besoni Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju të jeni të parë ta mohoni Allahun azza wa jall dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin famullar. Dhe shkoni dashur vëllezër, se çfarë vlere ka me ndjek rrugën e drejtë dhe me falendëru Allahun azza wa jall për mirësitë që ai ka dhënë, sepse Kur'ani famullar është fjala e Allahut azza wa jall që për çdo insan, për çdo shkronjë të tij ka mrekullin vetë. Ka mrekullin vetë. Jo rastësisht në fund të ajetit do të la'allakum tashkurun, një që ta falënderoni Allahun. Pse? Sepse prej devijimit të njeriu pasi që e ka udhëzuar Allahu azza wa jall, devijon dikush, ja ka nisë më fal, kur mas një kohë e lën krejt. Ulema islami thonë për arsye se nuk e ka falëndëruar Allahun për udhëzimin dhe I ka nënçmuar ata të cilët nuk janë të udhëzuar. I ka nënçmuar ata të tjerë të cilët janë jashtë rrugës së Zotit. E Allah azza wa jall po thotë, ja u fala juve gjinoa. La'allakum tashkurun, ju që ta falënderoni Allahun që ja u fala, e që ju ktheja prapë në rrugën e drejtë. Dhe pastaj po thotë, ja kum zrit librin, ju që ta gjeni rrugën e drejtë, ta besoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse këto ajete tam më herët, kush nuk ka qenë, ka janë të zbritura në Medinë, për Bani Israil të Medinës, që t'ja tregoj atyne më mirë se sa vetë Tevratin ngjarjen e Musës alayhis salam, ju që ta besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta besojnë Kur'anin famullar, mirë po çka? Mos falëndrimi I Allahut për mirësitë që ja ka dhënë, edhe nënçmimi I muslimanëve që kanë qenë në Medinë, një prej shkaqeve që ata hiç si ka udhëzuar Allah azza wa jall, sepse kanë qenë mendje madhe kryeneç, që neve si besimtarë na jep besim që ta falënderojmë Allahun që na ka bërë muslimanë, alhamdulillah. Ditë edhe natë, kur pa ja do. Me falëndëruar Allahun ditë edhe natë, pa ja do, që na ka bërë musliman, por edhe mos me nënçmuar ata të tjerë të cilët nuk janë të xhamisë, edhe nuk janë të rrugës së drejtë, por çka? Kur ti shohmi ata, na dhimbsen dhe ta falënderojmë prapë Allahun për udhëzimin dhe të lutemi që edhe ata Allah azza wa jall me udhëzuar ashtu siç na ka udhëzuar neve duke lutur Allahun azza wa jall, që të përfitojmë nga shpjegimi I ajeteve të Kur'anit famullar, në që të dalme me bagazh nga këto ajete të Kur'anit famullar dhe famullar, duke lutur Allahun azza wa jall ashtu siç neve na I ka mësuar leximin e librit të tij, shpjegimin e këtyre ajeteve, na I mëson Allahu xhalla wa ala që dalme para tij faqebar gjithë së bashku, ashtu siç na ka bashkuar këtë xhamit në bashkimin e xhenetit të tij. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Për të vazhduar inshallah ta'ala me shpjegimin e ajetit 54 me radhë në dersin e radhës.